Mirë se erdhët të dashur jorë në letra të rëfejnë. Jam Diana dhe bëj leximin e juaj të radhës. Hapja letrave quhet busulla dhe që kemi jugun, perëndimin, lindjen dhe veriun. Mesazhin nga gjithë letrat së bashku që marr është kogja një lexim i fortë për marrëdhënie, afrim emocionale apo dhe nevojën për stabilitet. Jeni duke dalë nga një periudhë të dashur jorë kur emocionet kanë qenë shumë intensive, të shpejta ose të paqëndrueshme. Dhe tani po kërkon sikur diçka më të qetë, më reale dhe më të sigurt. Këtu duket një energji ku zemra nuk do më lojra pa qartësi, do qetësi, afërsi dhe njerëz me të cilët ndihet si në shtëpi. Ky është një nga leximet më pozitive, tani mund të them të dashur ujor. Filloj me jugun, nga po vjen ujori, kalorës si shkopive. Ujori po vjen nga një periudhë shumë intensive dhe dinamike. Ka pasur shumë lëvizje, emocione të forta, impulsivitet, ose situata që kanë hyrë shpejt në jetën e juaj, të dashur ujor. Kjo letër shpesh tregon njerëz që vinë me shumë zjarr, pasion, por jo gjithmonë me stabilitet. Për disa ujor kjo mund të lidhet me lidhje intensive, një periudhë aventurash, të them ashtu, ose shumë ndryshime në jetën personale. Por tani duket sikur kjo energji ka filluar t'ju lodhë. Keni kaluar periudhë me shumë lëvizje dhe emocione, jeni lodhur nga paqëndrueshmëria, nuk do më gjëra sot po, nesër jo, ose kërkon më shumë qartësi dhe siguri. Kjo është letra që pasuron. Perëndimi, çfarë po lë pas ujori? Ujori po lë pas një lidhje ose afrim, që janë dy kupat, emocional shumë të rëndësishëm. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht ndarje të dashur, por për disa ujor mund të jetë ndryshimi i mënyrës se si funksionon marrëdhënia, largim pak emocional ose kuptimi që në lidhje duhet të evaluoj, të mos ngelet në vend. Kjo letër tregon se emocionet kanë qenë reale dhe të forta nga dy anët, por duket sikur tani ujori po kupton, dashuria nuk mjafton, nëse nuk ka stabilitet dhe qetësi. Dhe është e vërtet. Po shes sikur një marrëdhënie më realisht, po largohet nga idealizimi emocional, ujori nuk do më lidhje të paqarta ose e duke kërkuar diçka më të qëndrueshme. Lindja, çfarë ke përpara? 4 të shkopive. Përpara duket shumë bukur për stabilitet dhe qetësi. Ajo mu atë çfarë dëshironi. Harmoni, familje, festë, stabilitet emocional dhe ndjesi së sigurisë. Kjo letër shpesh sjell përmirësim në marrëdhënie, bashkim, stabilitet në shtëpi ose periudhë më të lumtur emocionalisht. Për disa ujor mund të lidhet edhe me bashkëjetesë, fejesë, martesë, festa familjare, ose ndjesin që më në fund po gjen qetësi. Praktikisht kjo letër tregon një periudhë më të qëndrueshme emocionalisht, më shumë qetësi në shtëpi ose marrëdhënie, njerëz më të besueshëm rreth vetes, ndjesi më të forta sigurie dhe përkatësie të dashur ujor. Kemi veriun këtu, hapi tjetër që duhet të bëni 10 të kupës, që është letër perfekte. Kjo është një nga letrat më të bukura të tarotit dhe këshilla është shumë e qartë. Ujori duhet të zgjedhë lumturinë emocionale reale, jo dramat apo emocionet toksike. 10 të kupës flet për lumturi emocionale, paqe, familje, lidhje të shëndetshme dhe njerëz me të cilët ndihesh mirë shpirtërisht. Kjo letër thot mos u kënaq me gjysma pra, pretendo, kërko, ku mund të gjesh qetësi të plot. Kur, në fakt. Praktikisht, afrohesh me njerëz që të japin paqe, ndërton lidhje të shëndetshme, mos ndiq më emocione kaotike, fokusohu në stabilitet dhe lumturi afatgjate. Kjo tregon në fakt që ujori po largohet nga lodhja emocionale dhe paqëndrueshmëria dhe po hyn në një periudhë shumë më të mirë për dashuri, stabilitet dhe qetësi emocionale. Ka potencial të madh për lumturi reale të dashurior,
por vetëm nëse ndalon së romantizuari kaosin. Mesazhi që mund të marrim nga ky lexim është: paqja emocional vlen më shumë se emocionet që të djegin për pak kohë.